Rëshqitjet e dheut po rrezikojnë 4 shtëpi në fshatin Shqipkovic të Tetovës. Mbrëm rreth orës 3 pas mesnate, 4 familje u detyruan të lënë banesat e tyre dhe të vendoseshin tek familjarët. I vizituam gjatë ditës së sotme dhe banorët shprehen të friksuar, pasi në pjesën e sipërme dheu rrëshqet, ndërsa në pjesën e poshtme ndodhet një përrua, i cili në vitin 2015 solli vërshime tragjike që morën edhe jetin njerëzish. Ata apelojnë tek institucionet për ndërhyrje të menjëhershme, pasi nuk mund të qëndrojnë gjatë tek të afërmit. Që prama ka rrit kjo, ka rrit diku në 3 natës. Momentalisht kemi dalë për shpa jemi të vëllaj. Si t'ja bëjmë se dhejmë të ardhmen, ama sot për sot që kështu është. Po ne nuk mund të vlerësoj këto, mund të vlerësoj në inxhiniera kompetent. Ajo shefet dheve që ka rrit, po ajo është de facto duket. A ka konë komunës ato? Kitë janë kanë këto të, si thënë për këto... Qendrës për menaxhim me kriza. Me krizat, policia, janë kanë të komunës, ishin inxhinier me ato. Ato ishin gjerë. E ne gjithë para, ta? Thanë do marrën masa, ku se kanë majtë mbledhje, gjekë shili ku se ka milatohë da bëjnë këtë murin së dhe. Ashtu thuan. Edhe për atë kanalizimin e NPD ishtan da bëjnë 110.000 ndërrasua se kanë banë. Për projnë? Për projnë. Sot për sot jala nuk e kanë banë. Do me thonë atë disë banë, projektin e kanë përfunduar. Ne do të ndryqim këtë, Afrika freget, mund të nëse që të rodhi këtë të bosh. Në rrezikon me jetë. Shkihe ma shumë ku të shkuj, veç të folish pa lidhë. Çfarë boni policia dhe ato inspekcioni i kanë ngrit familjarët, për shpejave i kanë qu dikon tjetër asgjë. Ato janë punë institute. Për 2015 në kanë premtuar në projekt, kanë përse kanë krejt 110 metre kanë lënë në mëshirë zati. Edhe pse ka ankesa presta NDP-ja edhe kjo ambasada Zvicrës kemi ka bën kërkesë me shkrim, na kanë dhënë përgjigje, kanë ndërzuar komunë, ama komuna dhe Ministria e Ekologjisë nuk na kanë dhënë asgjë. Në të dejonët të rrezikohen, hiç më të që s'kemi gjithë bisedoj. Nga komuna e Tetovës në një përgjigje me shkrim thonë se janë në dieni të situatës dhe po e ndjekin nga afër pa dhënë detaje për hapat e ardhshëm. Shtabi i krizës së komunës së Tetovës në bashkëpunim me Qendrën për Menaxhim me Kriza nga afër është duke ndjekur situatën në Shqipkovic, ku si rezultati i rrëshqitjes së dheut 4 shtëpi janë të rrezikuara. Po ashtu tashmë anëtarët e 4 familjeve janë evakuuar dhe janë strehuar tek të afërmit e tyre. Gjithsej janë 17 banorë që kanë lëshuar shtëpitë e tyre, ndërkohë që rreshjet vazhdojnë. Në vërshimet e vitit 2015 në Shqipkovic humbën jetën 4 persona nga ky fshat. Edhe pas 10 vitesh, banorët e Shqipkovicës sa herë ka rreshje jetojnë me frikën e një vërshimi të ri të mundshëm.